pak një raport para prak të OSBE Odirit, që ishte edhe të Ballkanëve më bëri përshtypje. Ky dokument vlerëson si të papërshtatshme kushtet ku do të mbahen zgjedhjet në Shqipëri, sepse flet për një polarizim ekstrem politik të ardhur nga një reformë zgjedhore e njëanshme dhe pak konsultim publik fundit citimit. Baçi, unë e di që ti e do fjalën për këtë, po ta fillojmë me zotërinë edhe. Ishte një dokument i cili skanon situatën në cilën po mbahen zgjedhjet në Shqipëri, atë që ne kemi thënë për ditë. Më bëri përshtypje se ishte një dokument që adresonte të gjitha shqetësimet dhe denoncimet e Partisë Demokratike. Ishte një dokument që hartohet nga organizata që monitoron zgjedhjet në gjithë botën. Ishte një dokument që vinte thelbin për herë të parë përmenden krenaria e Partisë Socialiste, që në fakt është turpi i Shqipërisë, patronazhistët, ata spiuna dy leksha që spionojnë qytetarët, që ruajnë qytetarët për bindjet e tyre politike në Facebook, në rrjetet sociale, në lagje, ke marketi lagjes, ke dyqani i lagjes, në kafenen e Mhallës, e kudi unë, s'ja kam idenë se që bëjnë gjithë ditën, përveç se spionojnë njerëzit. Ishte një dokument që fliste për polarizimin e fushatës elektorale në Shqipëri, ishte një dokument që fliste për keq përdorimin e aseteve publike, për keq përdorimin e fondeve publike, një dokument që shpreh qartë faktin që po keq përdoren asetet publike të institucioneve të Republikës së Shqipërisë. Gjua e përdorur nga mazhoranca është një gjuhë seksiste dhe thyese, gjua e përdorur nga kryeministri. Është një dokument që flet për një reformë territoriale dhe zgjedhore të njëanshme. Pra, përveç se godet reformën territoriale, atë që kemi thënë prej vitesh, mbi të gjitha godet kodin zgjedhor të bërë në mënyrë të njëanshme dhe godet të gjitha ndryshimet që ka bërë mazhoranca, dhe ishte një dokument që për herë të parë në fakt adreson probleme reale të këtyre zgjedhjeve nga OSBE Odiri, ato çka Partia Demokratike u bë vite që vek gishin plagë dhe thot që blihet vota, që përdoren asetet publike, që përdoren parat publike për të deformuar vullnetin e qytetarëve, që patronazhistët kërcënojnë qytetarët, që kërcënohen punonjësit e administratës, do të flasim për ta, të rinë qetë mbas datës 11 maj, do të çlirohen dhe ata, të gjithë punonjësit e ndershëm, ata që shkojnë punë për të punuar, për të mbajtur familjet, për të shërbyer shtetit dhe Shqipërisë, pa diskutim do vijojnë të qëndrojnë punën e tyre, ata që shkojnë për të vjedhur do të vijojnë të shkojnë para ligjit. Kështu që thënë këtë është një dokument që në fakt tregon klimën në cilën po mbahen zgjedhjet. Balliu, është ky një dokument që do t'ju japi nesër Albin thoni i humbëm zgjedhjet se ishte kjo klima, e tha dhe SBE-ja përpara se të futeshim me tjerë? Ky nuk është një dokument që është për çështje alibie, është thjesht një realitet dramatik për shoqërinë dhe vendin dhe situatën ku jemi sot. Ky dokument fakton rënien e demokracisë në Shqipëri. Është hera e parë që bëhet raporti përpara se të mbarojnë zgjedhjet. Përgjithsisht jemi mësuar të shohim raporte ndërkombëtare që vinë pas zgjedhjeve. Raporte paraprake ose deklarata ka pas gjithmonë. Deklarojnë përgjithsisht një gjuhë standarde, kurse këtu janë hyrë në detaje, sepse dhe presioni i qeverisë duke ndjerë humbjen është shumë herë më i madh. Nuk ka cep të Tiranës, që qoftë unë apo Belindi nuk kemi shkuar, dhe e vërteta është një gjë bie në sy. Nuk ka socialista gjatë ditës. Këta dalin punojnë vetëm natën. Tani natën unë di që punojnë hajdut dhe kriminal, që vinë pas orës 12 dhe futen skutave për të bërë mbledhje për çfarë. Aty thjesht dhe vetën fillojnë presionet ndaj qytetarëve, ndaj administratës. Dhe atë tregon dhe ky raport. Pra raporti nuk është çështje alibie, por është një realitet dramatik i shoqërisë tonë. Por nuk ka asnjë pikpyetje, qoftë për mua dhe jam i bindur që edhe për të gjithë ftuarit këtu, që nevoja jetike për ndryshimin e qeverisë është shumë herë më e madhe se sa është dëshira apo nevoja e qeverisë për të mbajtur pushtetin që mos shkojnë në burg. Në këtë kuptim, besoj që edhe fakti i programit Partisë Demokratike, që sot ndryshe nga çdo fushat tjetër, kemi një opozit e cila vjen me zgjidhje konkrete të problemeve që kanë nxjerrë pikërisht kjo qeveri që është sot. Nga minimumi etik 200 euro, nga rroga minimale 500 euro, te rroga mesatare 1200 euro, tek rritja e pensioneve me 20%, dhe kjo është vetëm paketa e dëmshurisë. Pa u futur këtu tek paketa për biznesin e vogël, që është ulja e çmimit të energjisë nga 27 lekë kilovati në 6 lekë kilovati, deri në zero taksa për 180.000 euro xhiron vjetore, dhe i vihet kufiri tek thana pushtetit lokal, i cili sot i takson biznesin e vogël deri në 10%, do t'i vihet kufiri në 1%. Të gjitha këto janë Po flisnim për raportin paraprak të OSBE deklaratën, domethënë ju po shpalosni gjithë premtimet tuaja, po kemi gjithë emisioni për ta shpalosur, domethënë sepse edhe ai raport, i nderuar edhe ai raport,
vjen si rrjedhoj e presionit që ka sot kjo qeveri. Sepse sot kjo qeveri është shumë herë më e dhunshme ndaj qytetarëve se çka qenë herë tjetër, çka e ka bërë dhe ndërkombëtarët të reagojnë më herët se çka kanë reaguar herë tjera. Raportet e më përparshme, ato që u quhin raporte paraprake, kanë qenë përgjithsisht në kuadër të duhet bërë kujdes me këtë çështje apo me atë çështje. Kur nuk është përmendur patronazhisti në raportet paraprake, sepse sot ata janë më të etur se kurrë për të shpëtuar kokën e vet, se s'kan më hall për qytetarët, ju e keni dëgjuar atë, thotë 2030 atë. Ai nuk flet për 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, se në këto vite to do merren që të dalin nga burgu apo të shpëtojnë veten nga burgu, nuk kanë punë të merren me qytetarët. Dhe prandaj flet ky 2030 thotë. Kurse dhe është një nga arsyet mendoj unë themelore, edhe që mund të diskutojmë edhe më pas të japim dhe fjalën